Kështu ka ndodhur me gjykatën e Mitrovicës, e cila ka hudhur të paktën 34 aktakuza, 26 i ka kthyer në plotësim, pasi mungon marrja në pyetje e të pandehurit dhe 34 lëndë tjera janë ngritur aktakuzat pa intervistimin e të pandehurit, por që ende nuk janë hudhur. Ndërsa sa pritet të hudhen në të ardhmen, nuk dihet për shkak të numrit të madh të lëndëve që kanë gjyqtarët. Betimi për drejtësi ka kërkuar nga Prokuroria Themelore në Mitrovicë të na ofrojë intervistë me kamerë për të diskutuar rreth kësaj situate, por nuk ka marrë përgjigje. Në gjykatën e Pejës janë identifikuar 13 raste, në gjykatën e Ferizajt janë identifikuar 8 raste, në atë të Gjakovës 4 raste, Prizreni 4 raste, Gjilani 2 raste. Ndërsa nga gjykata themelore në Prishtinë kanë thënë se ka një numër të konsiderueshëm të këtyre lëndëve. Nga burimet e betimit për drejtësi, thuhet se në këtë gjykatë, për këto arsye deri më tani janë hudhur afër 100 aktakuza. Nëse ka pasur raste të tilla, çu shpëthoni dhe keni identifikuar raste të tilla, atëherë bën që prokurori i caktuar nuk ka qenë në nivel të detyrës, nuk mundet prokurori me komoditetin e tij pa marrë në pyetje të pandehurin apo personin e hetuar gjatë fazës së hetimeve të ngrit aktakuzë, dhe për këtë ne kemi pasur shumë raste kur janë ngritur aktakuza për persona të vdekur, sepse nuk ka qenë i vetëdijshëm prokurori nëse ekziston ai person apo jo, por ka shkuar në bazë të provave që i ka gjetur në terren dhe nuk ka marrë mundjen që ta ballafaqojë të pandehurin me këto prova. Si po e adresojnë këtë çështje prokurorit në gjithë vendin dhe apritet që ajo të reflektojë në vlerësimin e performancës së prokurorëve. Nga Prokuroria e Pejës kanë thënë se rastet i përkasin mandatit të ish kryeprokurorit Agim Kurmehaj dhe se vlerësimi i performancës është përmbyllur më 31 dhjetor 2024 gjatë mandatit të tij. Ne ju inkurajojmë se gjatë monitorimit tuaj, eventualisht nëse hasni në raste gjatë mandatit të kryeprokurorës, të bashkëpunoni me ne dhe të njëjtat raste do të trajtohen si dhe do të ndikojnë në vlerësimin e punës së secilit prokuror. Prokuroria e Prizrenit thotë se synon të respektojë të drejtat e të dyshuarve dhe të pandehurve, duke garantuar një proces të drejtë dhe të balancuar. Prokuroria është e vetëdijshme se intervistimi të pandehurit përbën hap thelbësor në fazën paraprake të hetimeve dhe një garancë procedurale që ndikon drejt për drejt në të drejtën për mbrojtje dhe në vlerëshmërinë e aktakuzës. Ajo që shihet në këto raste mund të vlerësohet se janë raste të izoluara dhe mos përmbushja e detyrimit për marrjen e pyetjeve të pandehurit nuk është vetëm një çështje teknike, por do të reflektojë gjithashtu në vlerësimin e performancës së prokurorëve në përputhje me kuadrin ligjor dhe standardet e brendshme të punës së institucionit të prokurorit të shtetit. Prokuroria e Gjakovës ka thënë se mbetet e përkushtuar ndaj respektimit të plotë të drejtave procedurale të të dyshuarve dhe të pandehurve. Në rast të mos përmbushjes së këtij detyrimi, merret përbazë në vlerësimin e performancës së prokurorëve në përputhje me dispozitat ligjore dhe standardet profesionale të institucionit të prokurorit të shtetit. Ndryshe nga Prokuroria e Pejës, Gjakovës dhe Prizrenit, që thonë se rastet e tilla do ndikojnë në vlerësim të performancës, Prokuroria në Prishtinë thotë se gjyqtarët po zbatojnë gabimisht kodin. Deri në kohët e fundit kur disa gjyqtarë kanë filluar që gabimisht të interpretojnë dispozitat e kodit në fuqi për procedurën penale, në frymën e dispozitave të kodit të mëparshëm të procedurës penale, përkundër faktit se të njëjtit gjyqtarë shumë pak kohë më parë kanë gjykuar dhe dënuar të akuzuarit me të njëjtën praktikë, që ka qenë e zbatueshme dhe nuk është kontestuar ndër vite. Ligjërisht rezulton se gjykata me vendime të tilla të ndryshme dhe jo koherente me praktikën e saj, po shkel dhe cënon sigurinë juridike të akuzuarve, edhe pse me praktikën e mëparshme kanë dënuar mijëra persona, të cilët edhe kanë vuajtur dënimet, ndërsa tani të akuzuarit tjerë amniston nga dënimi. Përderisa prokurori i shtetit ka vepruar në pajtim me dispozitat ligjore procedurale penale, nuk ka asnjë arsye që këto vendime të gjykatës të ndikojnë në performancën e prokurorit të shtetit.